Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Vllazit mirë. Koha e tanishme, posaçërisht këto ditë, e këto orë ndoshta janë orë të fitneve dhe orë të çrregullimeve në botë, të cilat i shohemi dhe për të cilat friksohemi se do të ndodhen. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muslimanin e ka udhëzu edhe i ka tregu se çfarë do të ndodhë në çdo kohë dhe na ka lënë mësim për çdo sen. E ne duhet të jemi ata të cilët dinë si të sillemi edhe në kohë të fitneve, edhe në kohë të çrregullimave, edhe në kohë të problemeve të mëdha botërore. Ka një hadith që është sahih në Buhari dhe në Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thonë: "Yataqarabu az-zaman wa yuqbadu al-ilm wa tadhharu al-fitan wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-farj." Qalu wa yakthuru al-harj. Qalu wa ma al-harj ya Rasul Allah? Qala al-qatl. Në të pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam këtë hadith, kuptimi i tij është ka thënë koha afrohet, zamani parafrohet. Edhe kapet dituria, ilmi, largohet ilmi. Shfaqen fitnet, çrregullimet. Përhapet edhe hudhet, do thot, përhapet kooperacia, tahmashallahku. Dhe shtohet vrasja. Harj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë çfarë është harj? Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam pyet çfarë është harj? Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë vrasja me të madhe, vrasja me të madhe. E ne jemi dëshmitar të kësaj, vllazit mirë. Koha është parafru, domethënë, shpesh njeriu e din, fillon dita, nuk e vren fare, ka ardhur nata. Ditët, javët kalojnë shumë shpejt, muajt kalojnë shumë shpejt. Pastaj kapet dituria, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ilmi. E ilmi qysh kapet? Me vdekjen e ulemave. Ne jemi dëshmitarë se në kohët e fundit na kanë vdekur plot për ulemave tonë të mëdhej, të cilët i kemi pas sikur ndriçues në rrugë drite në errësirat e xehlit, e ignorancës. Plot për ulemave tonë kanë vdekur në kohën e fundit. Allahu i rujt ata të cilët janë të gjallë. Edhe përhapen fitnet, përhapen çrregullimet, përhapet tahmashallahku, kooperacia, njerëzit nuk japin. Dhe shpeshtohet vrasja. Vrasja të bën të shumta. E besimtari në këtë kohë të fitneve, çka duhet me bë? Çka duhet me bë besimtari në këtë kohë? Që është fitnë e vërtet. Mos pari duhet të di diturin. Diturin prej kujna e merr. Ta merr ilmin prej njerëzve të dijes. Edhe nëse ata që kanë vdekur, ka plot të gjallë që kanë dituri të vërtet, kapime me ta. Dhe ta mësojmë diturin për njerëzve të besueshëm. Pastaj, të ruhemi prej fitneve, të ruhemi prej çrregullimave, posaçërisht fitnes së vrasjes. Nga se vrasja është prej gjërave më të këqija që mund ta bëjë një njeri. Vrasjen e të pafajshmit. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma la yazalu al-muslimu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman." Thot besimtari vazhdon të jetë në një zgjatësi nga feja e tij, lehtësim me sene, përderisa nuk godet një gjak të haram që ka, një gjak që është halal haram të derrët. Besimtari nuk bën të bëj këtë punë, por duhet të ruhet nga fitnet, të kapet me dietarët e ummetit, njerëzit besnik, të cilët e kapin edhe thrasin në Kur'an dhe Sunnet sipas kuptimit të selefit, të largohet nga ignorantët, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tregu se kur të vdesin ulemat, kur të vdesin njerëzit e dijes, përhapen ruajbillat, njerëzit ignorant, njerëzit e padije, njerëzit të cilët flasin në dituri padije. Ka plot njerëz tani që kanë informata të shumta, por pak janë ata të cilët kanë dituri të vërtetë, edhe kanë argumente dhe në Kur'an dhe dinë t'i kuptojnë vërtet dhe t'i fusin në praktik argumentet dhe Kur'anit dhe të Sunnetit.
kohë e fitneve është, kohë e fitneve. Largo nga fitnet, posaçërisht vrasja. Mos merr pjesë në vrasjen e askujt që nuk e meriton të vritet në një të pafajshmeve. Dhe ruaj Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj nga çdo e keqe. E pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam e ka thënë edhe një punë, ka thënë al-ibadatu fi al-harj ka hijratin ilayya. Ka thënë ibadeti në kohë të harxhit, të vrasjeve të mëdha të shumta, është sikurse hijret drejt meje. Sikur të bësh hijret, shpërngulje drejt Rasulullahit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pse ka thënë këtë punë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ka thënë nga se njerëzit në kohë të fitneve, në kohë të çrregullimeve të shumta në botë, angazhohen me gjëra tjera, secili angazhohet ta shpëtojë vetveten, ta shpëtojë familjen e vet, të interesohet për gjëra më të rëndësishme për të dhe lënë ibadetin anash, bindën ndaj Allahut subhanahu wa taala, namazin, sadakën, veprat e mira, thirrjen e mirë, ndalimin nga e keqja, largohet me ato. E kush angazhohet me ibadet Allahut subhanahu wa taala në kohë të fitneve, është sikurse ai që bën hijret drejt Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit e kanë përmend, edhe ulemat e kanë përmend, kanë thënë pse ka përmend këtë pejgamber se ka thënë janë të pakt. Të pakt janë ata të cilët e shpëtojnë veten në kohë të fitneve dhe nuk angazhohen, nuk futen në fitne. Sikurse që kanë qenë të pakt ata sahabi, ata njerëz të cilët i kanë besuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë bërë hijret prej Mekës në Medinë apo prej fisëve të tyre të larta drejt Medinës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Koha është e vështirë. Fitnet janë të mëdha, vrasjet janë të shumta. Allahu i rujt muslimanët kudo që janë, në çdo vend qofshin ata, në gatiçun arabik, në vende tjera të muslimanëve. Allahu i rujt nga çdo e keqe, nga armët e shkatrimit mas të cilat janë shumë të rrezikshme dhe i bërth njerëzit të ruajnë fenë e tyre dhe të ruajnë imanin e tyre dhe të kapen për librin e Allahut dhe sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe neve na rujt nga çdo fitnë duke qenë pasues të Kur'anit dhe sunetit e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tebaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kjo është këshill nga unë, o vllaznit mirë, angazhoni me ibadet, largoni nga fitnet. Allahu ju rujt të gjithëve. Allahu di më së miri.